A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur sot diçka desha me folën sa i përket bukur leximit të Kur'anit. Një ndër edukatat që duhet të pas parasysh ai i cili lexon Kur'an, është që ta zbukuron zërin gjatë leximit të Kur'anit. E zbukurimi i Kur'anit, i leximit të Kur'anit bëhet në dy forma. E para duke ngrit zërin, edhe e dyta duke e këndu atë. Pra kemi dy gjëra. E pa duhet me ngrit zërin gjatë leximit, edhe e dyta duhet me këndu Kur'anin. E dietar kanë thënë çka i bie me ngrit zërin, i bie që me lexue atë sa me tani veshi jot. Dhe tjetra me këndu atë lexim. Takon shkëndimi të ne njihet ata që këndojnë kënga, po edhe Kur'ani këndohet. Por këndohet Kur'ani duke i pas parasysh rregullat e tajvidit. Nuk këndohet Kur'ani duke i thirrë rregullat e tajvidit. Nëse i ke parasysh rregullat e tajvidit, më thon Kur'ani këndohet. Bile pejgamberi ka thënë leysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nuk është prej nesh ai i cili nuk e këndon Kur'anin. Nuk është prej nesh ai i cili nuk e këndon Kur'anin. Yajharu bi, edhe nuk e ngrit zërin. Nuk është prej nesh ai i cili nuk e këndon Kur'anin, edhe nuk e ngrit zërin. Një ditë për ditëve, pejgamberi sa duke ecë në lagjet e Medinës, ka kalu afër shtëpisë Abu Bekrit. Dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu të lexu Kur'an. Ka qenë të fal namaz. Abu Bekri ka qenë të lexu Kur'an namaz, por e ka pas zonin e ulët. Edhe për asa kanë dëgjuar Abu Bekrin edhe ka ecë. Më vonë kalon ka shtëpia Omerit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ndëgjon Omerin duke lexu Kur'an namaz, por zërin e nalt. Edhe për asa më ndëgjon Omerin dhe ecë. Edhe kur bashkon bashkë Abu Bekri me Omerin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyet. I thot: "O Abu Bekr, të ndëgjova duke lexu Kur'an namaz, edhe ti e kishe zonin e ulët." Edhe i thot Omer, Omer, unë të dëgjova duke lexu Kur'an dhe e kishe zonin e nalt. Edhe pra sa mi tha Abu Bekrit, ti dush me ngrit pak zërin, kurse ti Omer dush ta ulish pak zërin. Këtu e kuptojmë që gjatë leximit të Kur'anit me pas kujdes mes me ul shumë zërin, por edhe mes me ngrit tepër. Mes tyre dyjave të më çejmë. Me qëllim që me lexu mbagat, edhe mes me shter zonin, se zoni mund mu shter, edhe mund mu prish zëri. Pra shikoni, për asam që ka diku sahabët. As si kalon ata që me lexu vetëm pa zon, po edhe jo me zot e nalt, me një zon mesatar. Tregon Ummu Haniye ka qenë çika migjes e pejgamberit sallam, thot pejgamberi sallam e ndëgjesha duke lexu Kur'an dhe unë isha mbi çati. Pra më dhe Ummu Haniye ka qenë mbi çatin, mbi shpinën e pejgamberit sallam, dhe është ndëgju zoni i pejgamberit sallam duke fal namaz brenda shtëpisë. Nga kjo e nxjerrni mësimin që edhe kur të falësh namaz është preferohet me e ngrit zërin. Çfarë dobi e ka me ngrit zërin? Thon dietarët, ai i cili e ngrit zërin gjatë leximit, shtohet koncentrimi. Kur lexosh Kur'an me zot të nalt, je më i koncentruar. E dyta, kanë thënë dietarët, e largon gjumin. Kur lexon Kur'an me një zon më të nalt, gjumi largohet. Gjithashtu kanë thënë dietarët, kur lexosh me një zon më të nalt, më mirë mundesh me meditu Kur'anin. Pra ka disa dobi me lexu Kur'anin, më thonë me një zot të nalt. Desha më përmejt edhe një gjë tjetër interesant. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thot e pyeti dikush Ibn Abbasin, i tha: "O Ibn Abbas, si falte pejgamberi namazin e natës? Çish falte namaz?" Ibn Abbas ka thonë: "Kana yakra'u fi hujjati qira'atan law arada hafidhun an yahfadhahu la fa'al." Thot Ibn Abbas, kur lexonte Kur'an gjatë natës, nëse donte dikush me ndigju për duke lexuar Kur'an, aq mirë lexonte Kur'an, ai si kishte dëshirë me mësue e mësonte nga leximi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Aq i rrjedhshëm lexonte Kur'an, aq mirë lexonte Kur'an pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
edhe tu fal namaz, me po dikush me ndigjuë, e mëson të surën. Nga leximi për mesela. Edhe këtu e shohim që mësa me ka lexuar Kur'anin me zan. E sidomos nafile, është mirë me lexuar. Ibn Omeri thot një fjalë tjetër e ka: "Awwalu ma yanqusu min al-ibada at-tahajjud bil-layl wa rafi as-sawti biha bil-qira'ah." Thot Ibn Omeri, prej gjërave të para që do të largohet nga ummeti, do të jetë namazi i natës dhe leximi me zan gjatë natës. Edhe kjo ka ndodhur. Ka hub ki sunet, i pejgamberit selam me lexu, me u fal natën, edhe me ngrit zërin gjatë leximit të Kuranit. Pra ky sunet, thot Ibn Omeri, e para gjë që do të ngritet nga ummeti, do të jetë kjo çështje. Allah na mëson gjithë neve të falmi namaz, e sidomos namazin e natës, edhe ta ngrismi zërin, se kjo e ka më thonë atë dobinë e vet. Pejgamberi thot në një hadith tjetër: "Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum." Zbukuroni Kur'anin me zërat e juaj. Pra edhe nga kjo hadith e shohim që Kur'ani zbukurohet. Fa inna as-sawta al-hasan yazidu al-Qur'ana husna. Se leximi i bukur i Kur'anit thot e shton bukurinë e Kur'anit. A keni vërejtën kur ndëgjon një lexues të lexoj Kur'an, kënaqet zemra. Edhe lidhesh me Kur'anin më shumë. Më shpërblimi është më i madh nëse dikush del lexon Kur'an, edhe ndrejt zonin, shpërblimin e ka më të madh te Allahu. Po nëse e ndrejt lexuesi Kur'anit për lavdrata, aty s'ka shpërblim. Por nëse ka niyetin lexuesi Kur'anit që më vao dashur njerëzve Kur'anin, me lidh njerëzit me Kur'an, aty ka shpërblime. Dhe si më thonë shmirë, se të dhe për neve mundu me lexu Kur'anin bukur. E ta shturi mesele, qish me zbukuru leximi e Kur'anit? E para ka thonë dietarët, duhet mi pas parasysh rregullat e tajvidit. Me ditë ku zgjatët. Që zgjatje. Është zbukurimi i Kur'anit. Me ditë ku me zgjat. Gjithashtu kanë thonën prej formave të zbukurimit të Kur'anit janë gunnet në Kur'an. Gunne janë ata zëra që dalin prej hundës. Faman ya'mal. Gunnet e zbukurojnë Kur'anin. Pra nëse i zgjat aty ku zgjatet, edhe ke kujdes gunnet gjatë Kur'anit i thua mirë, edhe kanë thonë e treta dietarët, nëse i shqipton shkronjat në rregull, ashtu siç janë, inshallah me rinë e Zotit do të arrish me pas ta kesh Kur'anin ta lexosh bukur. Edhe një gjë tjetër që ndihmon në përmirësimin e zërit është ndigjimi i Kur'anit. Ndëgjoj Abdusametin, ndëgjoj Menshavin, ndëgjoj Mahirin, cëllën dush nga lexues të Kur'anit, ndëgjoj. Se ti as sa më tepër i ndëgjon lexues të Kur'anit, do ta zbukurish zërin tan. Kujtasi nëse nërë që analizon jetën e lexuesve të Kur'anit, pite Mahirit, e Sudejsi, këtë ta lexues të Kur'anit, krejt thonë, ne këna qenë vegjël, këna ndëgju lexues të Kur'anit tjerë. Edhe ne ka zbukuru zëri duke ndëgju të tjerët. Kështu që është mirë, më thonë, nëse kemi qef me ndrejsh zanin, duhet me ndëgju, më thonë, lexues të Kur'anit. Allah na mësof ta përmirësojmë zërat tonë, se është ibadet. Kur'ani me lexu bukur, me lexu heshëm, është ibadet. Pejgamberi sallallahu ka thonë sahabijut, ja Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Ka thonë Abu Musa në ka lavdru. Ka thonë Abu Musa, Allah të ka thonë një zonë sikur zonën e Davudit, sikur zonën e Davudit. Familjes së Davudit, është për qëllim Davudi alayhis salam e ka pas zonën e mirë, edhe ka lexuar bukur. Ka thënë ka lavdruar sahabijun. Edhe ne duhet t'i lavdërojmë këta njerëz që kanë zonën e mirë. Edhe mi qit përpara, edhe me na fal namazin, edhe me na zbukuru me xhisët tona. Allah na mësof me të kemi zërat e bukur, edhe të lexojmë Kur'anin sa më shumë. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.